Përshëndetje të gjithëve. Sot do të flasim për një nga dhuratat më të mrekullueshme që natyra na ka dhënë, uji në shill. Ky ujë konsiderohet i pastër, i bekuar dhe plot me bereqet, një dhuratë që mund të pastronte trupin dhe shpirtin, të sjellë shëndet, flokë të fortë, paqe në shtëpi dhe begati në jetë, por si mund ta përdorim në mënyrën më të mirë? Çfarë thon traditat dhe dietarët për fuqinë e tij? Si mund të përfitojmë maksimalisht nga kjo dhuratë e natyrës, jo vetëm për trupin, por edhe për shpirtin dhe ambientin që na rrethon. Në këtë video do të zbulojmë mënyra praktike për ta përdorur, për flokët, lëkurën, për shtëpinë dhe ambientin, dhe do të mësojmë rituale dhe lutje që shndërrojnë ujin e shillt në një burim të vërtet begatie dhe paqeje. Do të flasim gjithashtu për histori dhe fakte të besueshme që tregojnë se si ky ujë ka qenë përdorur shekuj më parë dhe vazhdon të sjellë energji pozitive edhe sot. Shumë dietarë dhe besimtarë musliman besojnë se uji të shillt i është dhënë një dimension shpirtëror, jo vetëm fizik. Ai nuk është thjesht një ujë që bie nga qielli, por një dhuratë e natyrës e mbushur me energji pozitive dhe bereqet. Në shumë vende, përdorimi i ujit të shillt lidhet me rituale të shpëtimit, mbrojtjes dhe begatisë. Për shembull, pastrimi i foshnjave, disa familje përdorin ujin e shillt për të larë foshnjat, duke besuar se sjell shëndet dhe mbrojtje nga sëmundjet. Shëndeti i flokëve, larja me ujë shill ndihmon në forcimin e flokëve. U jep shkëlqim natyral dhe largon yndyrën e tepërt pa kimikate, lëkura dhe pastrimi. Uji i shillt përdoret për të larë fytyrën ose trupin. Pasi ruan pën natyrale të lëkurës dhe largon ndotjen kimike që gjendet në ujin e robinetit, pastrimi i shtëpisë dhe ambientit. Në disa komunitete, disa pika uji shiu derdhen në qoshet e shtëpisë ose përdoren për pastrimin e oborrit, si simbol i largimit të energjive negative dhe të sjellë begati. Uji si simbol shpirtëror. Në traditat e vjetra, uji i shillt shihej si pasqyrë e universin, duke ndihmuar njerëzit të qetësojnë mendjen dhe të afroheshin me natyrën. Ai shpesh përdorej në rituale lutjeje ose pastrimi shpirtëror për të forcuar lidhjen midis njeriut dhe fuqive të larta. Gjithashtu, studiuesit kanë vërejtur se ujit të shillt i mungojnë ndotësit kimik që gjenden në ujërat e zakonshëm. Dhe për këtë arsye ai ka një efekt natyral dhe rigjenerues për trupin. Njerëzit kanë raportuar se pirja e një gote uji i shillt të pastër sjell freski dhe ndihmon në qarkullimin e mirë të trupit. Në shekuj, kjo praktikë ka qenë pjesë e zakoneve të përditshme dhe përdoret ende sot nga ata që besojnë në fuqinë natyrore dhe shpirtërore të shillt. Uji i shillt nuk është thjesht një ujë që bie nga qielli. Ai ka veçori natyrore, shëndetësore dhe shpirtërore që e bëjnë të veçantë. Tani do t'i shohim se cilën veçori në detaje. Një pa kimikate, i pastër nga çdo substancë artificiale, uji i shillt është një nga burimet më të pastra të ujit natyror. Ai nuk përmban klor, fluor apo kimikate të tjera artificiale, të cilat ndodhen zakonisht në ujin e robinetit. Kjo e bën ideal për larjen e lëkurës dhe flokëve, sidomos për njerëzit me lëkurë të ndjeshme. Kur përdoret për larje, uji i shillt pastron butësisht, duke larguar papastërtitë pa irrituar lëkurën. Edhe flokët përfitojnë, nuk i yndyros apo dëmton si disa detergjent apo shampo komerciale. Ky pastrim natyral mund të përdoret edhe për fëmijët, foshnjat dhe madje edhe për pastrim të lehtë të ushqimeve. 2 minerale të dobishme për trupin dhe flokët. Uji i shillt përmban minerale të vlefshme si kalcium, magnez, potas dhe gjurmë hekuri, të cilat i japin trupit dhe flokëve forcë dhe shëndet. Kur përdoret për flokët, ndihmon në forcimin e rrënjëve të flokëve, rritjen më të shëndetshme dhe më të fortë të flokëve, dhënien e shkëlqimit natyral dhe forcimin e elasticitetit. Kur spërkatet ose përdoret për larje të lëkurës, këto minerale rigjenerojnë qelizat, mbrojnë lëkurën nga thatësia dhe ndihmojnë në ruajtjen e saj të butë dhe elastike. Uji i shillt mund të përdoret edhe për banja të fëmijëve, duke i dhënë lëkurës freski dhe mbrojtje natyrale. 3 Mbrojtje nga ndotja. Në qytete të ndotura, grimcat e pluhurit dhe ndotja e ajrit mund të dëmtojnë lëkurën dhe flokët. Kur përdoret për larje ose spërkatje, uji i shillt ndihmon të largojë këto grimca, duke pastruar trupin dhe hapësirën përreth. Shkencëtarët kanë vërejtur se uji i shillt kap grimcat dhe ndotësit dhe i heq më lehtë se uji i zakonshëm i robinetit.
Ai mund të përdoret për pastrim të fytyrës pas kthimit nga rruga, spërkatje të shtëpisë për të larguar pluhurin, larje të bimëve ose kopshtit, duke i dhënë larje të bimëve ose kopshtit, duke i dhënë atyre freski natyrale. Ky efekt e bën ujin e shiut jo vetëm të bukur për trupin, por edhe të dobishëm për ambientin. 4. Energjia natyrore e shiut. Uji i shiut mban energjinë e atmosferës, ajrit të pastër dhe dridhjet natyrore të natyrës. Studiuesit dhe naturalistët thonë se kur uji i shiut bie, ai kap dhe mban vitalitetin e qiellit dhe tokës. Përveç pastrimit fizik, përdorimi i tij për larje ose spërkatje të ambientit ka efekt qetësues për mendjen dhe shpirtin. Një spërkatje e thjeshtë mbi lëkurë ose flok mund të ndihmojë në largimin e stresit, ankthit dhe lodhjes. Shumë kultura muslimane e konsiderojnë këtë ujë të shiut si mjet për pastrimin shpirtëror dhe për rritjen e energjisë pozitive në shtëpi. 5. Vlera për shëndetin e brendshëm. Në zona të pastra dhe malore, uji i shiut mund të përdoret edhe për hidratuar trupin dhe pastrimin e brendshëm. Ai është i lehtë për stomakun dhe ndihmon në qarkullimin e gjakut, si dhe në largimin e toksinave natyrale nga trupi. Madje, disa studiues shëndetësor rekomandojnë përdorimin e ujit të shiut të filtruar si burim i pasur me minerale natyrale, sidomos për njerëzit që duan të ruajnë energji dhe vitalitet. 6. Përdorimi tradicional dhe modern. Në shumë kultura muslimane, uji i shiut ka një rol të veçantë në ritualet shpirtërore, larje të foshnjave për mbrojtje dhe shëndet, pastrim të ambientit para festave ose ngjarjeve të rëndësishme. Udhëzime për begati dhe largim të fatkeqësive. Shkenca moderne ka konfirmuar disa nga këto përvoja. Kontaktet e jashtme me ujin natyror të shiut mund të forcojnë sistemin imunitar dhe të zvogëlojnë alergjitë e lëkurës. Pra, uji i shiut është një dhuratë e natyrës që përzien shëndetin fizik me energjinë shpirtërore, duke sjellë pastrim, forcë, qetësi dhe begati. Përdorimi i ujit të shiut. Uji i shiut nuk është vetëm një ujë i pastër, ai është një burim energjie, shëndeti dhe begatie. Ja si mund ta përdorim në mënyrë praktike dhe shpirtërore. Për flokët dhe lëkurën. Flokët. Lani flokët me ujin e shiut. Ky pastrim i butë i forcon rrënjët e flokëve dhe i bën më të forta dhe të shkëlqyera. Përdoreni një herë në javë për rezultate më të dukshme. Shumë njerëz besojnë se përdorimi i ujit të shiut në flok ndihmon edhe në parandalimin e rënies së tyre. Lëkura dhe fytyra. Spërkatni fytyrën ose lani duart dhe fytyrën me ujin e shiut. Ai sjell qetësi dhe freski, sidomos pas ditëve të lodhjes ose stresit. Mineralet të natyrshme ndihmojnë në rigjenerimin e qelizave të lëkurës dhe largojnë ndjesinë e thatësisë. Mund të përdoret edhe pas ekspozimit ndaj diellit, pluhurit ose ndotjes për një efekt freskues dhe shërues për shtëpinë dhe ambientin. Spërkatja e dhomave. Vendosni pak ujë shiut në një shishe me spërkatës dhe shpërndajeni nëpër dhoma. Dua për bekim. Mund të thoni një lutje si: O Allah, beko këtë vend, largoj energjitë negative dhe sjell paqe dhe begati. Përdorimi tek bimët. Spërkatja e bimëve me ujin e shiut i bën ato më të forta dhe simbolizon rritjen e begatisë dhe lumturisë në shtëpi. Pastrimi i dyshemeve dhe mobiljeve. Uji i shiut largon pluhurin dhe sjell freski natyrore në ambient, duke e mbajtur shtëpinë të pastër dhe të qetë. Përdorim personal dhe shpirtëror. Ruajtja e ujit. Mbajeni ujin e shiut në një enë të pastër, të mbuluar. Larje personale. Mund të lani duart, këmbët ose fytyrën. Lutja, ndërsa e përdorni: Falni këtë dua, o Allah, beko këtë ujë dhe përdorimin e tij për shëndet, begati dhe qetësi shpirtërore. Efekt shpirtëror. Ky veprim ndihmon për të larguar stresin, hidhërimin dhe lodhjen mendore. Është një mënyrë për të pastruar jo vetëm trupin, por edhe shpirtin. Këshilla praktike. Përdorni ujë të shiut të freskët, të grumbulluar nga dita e shiut. Mos e ruani për shumë kohë pa mbrojtje, pasi uji mund të humbas freskinë dhe mineralet natyrale. Kombinojeni përdorimin e ujit të shiut me falje lutjesh dhe reflektim shpirtëror për një efekt më të fuqishëm. Mund të përdoret për banja relaksuese, spërkatje të dhomave, larje të kafshëve shtëpiake dhe madje edhe për rituale të vogla shpirtërore. Në fund, uji i shiut është një dhuratë nga natyra që bashkon shëndetin fizik, energjinë pozitive dhe bekimet shpirtërore.
Ai sjell flokë të fortë dhe të shëndetshëm, lëkurë të freskët dhe të hidratuar, ambient të pastër dhe të qetë, begati dhe energji pozitive për ju dhe shtëpinë. Si ndikon uji i shiut në gjumë dhe relaksim, zbut tensionin dhe stresin, tingujt e shiut që rrjedh dhe aroma natyrore e ujit ndikojnë tek sistemi nervor, kur përdoret për spërkatje të dhomës ose larje të trupit. Uji i shiut krijon një atmosferë qetësie dhe largon tensionin e ditës. Studimet tregojnë se ambientet e freskëta dhe natyrale ndihmojnë trupin të relaksohet, duke ulur nivelin e kortizolit, hormoni i stresit, përmirëson cilësinë e gjumit. Larja e trupit me ujin e shiut para gjumit ose spërkatja e dhomës mund të ndihmojë trupin të bjerë më shpejt në fazën e gjumit të thellë. Efekti qetësues i ujit i lejon muskujt të relaksohen dhe mendjen të çlirohet nga mendimet shqetësuese. Një aromë natyrore dhe energji pozitive, uji i shiut mban molekula natyrale të ajrit të pastër dhe minerale që e bëjnë atmosferën më të freskët dhe më të pastër. Kjo qetësi e natyrës krijon një ambient të përshtatshëm për gjumë të qetë dhe rigjenerues. Rituali i qetësisë, një ritual i thjeshtë. Spërkatni pak ujë shiut në dhomë ose mbi trup, merrni frymë thellë dhe falni një dua: O Allah, beko këtë ujë dhe më ndihmo të qetësohem dhe të flerehat. Ky akt shpirtëror dhe fizik ndihmon mendjen dhe trupin të përgatiten për një gjumë të thellë dhe të qetë. Përdorimi gjatë stresit ose lodhjes, edhe për 10-15 minuta spërkatje ose larje me ujin e shiut mund të ndihmojë të relaksohemi pas një dite të ngarkuar. Ndihmon në largimin e tensionit muskulor, rrit ndjenjen e qetësisë dhe përmirëson disponimin për gjumë të rehatshëm. Faleminderit që qëndruat me ne deri në fund. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe të aktivizoni shpalljen e njoftimeve, që të mos humbisni asnjë video të re. Ndani mendimet tuaja në koment. A keni përdorur ndonjëherë ujin e shiut? Si ju ka ndihmuar për shëndet, flok ose relaksim? Mos harroni, çdo ditë është një mundësi për të sjellë më shumë paqe, begati dhe energji pozitive në jetën tuaj. Faleminderit që jeni pjesë e komunitetit ton. Derisa të shihemi në videon tjetër. Ruani qetësinë dhe shëndetin tuaj.